Përgojimi. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Paqja edhe bekimi i Allahut qofshin me të nderuarin e pejgamberëve dhe të dërguarve të Allahut. Dhe në vim, po paraqesim për dëgjuesin e nderuar broshurën e parë të serialit me temë Pendimi. Ky serial flet për ato sëmundje që të korrin të mirat, të tërheqin gjithnjë më shumë drejt veprave të ndaluara dhe të humbin kohën. Dhe padyshim kjo sëmundje është përgojimi. Në përhapjen e saj në shoqëri ka ndikuar niveli i ulët fetar, lehtësimi i kushteve të jetesës, koha e lirë, lidhjet telefonike e tjerë. Lut Allahun që kjo broshurë, edhe pse e vogël, të jetë shkak për mirësi dhe pendim për të mësuar i padituri, të përkujtohet i udhëtuari dhe të zgjojë mëkatarin. Allahu i bëf punët tona të sinqerta, vetëm për hir të tij. Dije vëlla se ai që ruan gjuhën e tij, i paksohen gabimet e tij. Është i aftë të kontrolloj veten dhe ta ruaj atë që të mos bjerë në gjëra të ndaluara. Pejgamberi paqja edhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, këtij personi i ka garantuar xhenetin duke thënë: kush më garanton mua, atë që ka midis dy nofullave dhe atë që ka midis dy kofshëve, i garantoj xhenetin. Kush drejton gjuhën e tij, drejton edhe gjymtyrët e tij, por kush lë të lirë gjuhën e tij dhe zhytet në nderet e njerëzve, atëherë pasojnë edhe gjymtyrët e tij, dhe si rezultat shkelen urdhrat e Zotit. Ka ardhur një hadith nga pejgamberi paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, i cili thotë: kur gdhin biri i Ademit, të gjitha gjymtyrët i nënshtrohen gjuhës e i thonë: ki i frikë Allahun ndaj nesh, sepse jemi në vartësinë tënde. Nëse i përmbahesh të drejtës, i përmbahemi dhe ne, dhe nëse devijon, devijojmë dhe ne. Vëllai i nderuar, me të vërtet gjuha është prej mirësive të Allahut edhe prej gjërave të çuditshme që ka krijuar. Edhe pse e vogël është masa e saj, e madhe është puna e saj. Qoftë e mirë apo e keqe, kjo punë, dëshmia e saj, shfaq kufrin ose imanin. Dhe këto të dyja janë kulmi i devotshmërisë dhe kulmi i kundërshtimit. Ndalimi i gibetit dhe urdhri për ruajtjen e gjuhës. Ka thënë Allahu i madhëruar: mos e ndiq atë që nuk e di, sepse të dëgjuarit, shikimi dhe zemra, për të gjitha këto ka përgjegjësi. Për çdo fjalë që thot ai, ka vëzhguesin që është prezent. Nga Ebu Suretu Kaf 18, nga Ebu Musa radiallahu anhu transmetohet se ka thënë: o i dërguari i Allahut, paqja edhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, cili është muslimani më i mirë? Tha: është ai që muslimanët janë të ruajtur, të qetë prej gjuhës dhe dorës së tij. Dhe gjithashtu ka thënë: kush beson në Allah dhe në ditën e gjykimit, të flas mirë ose të hesht. Dhe në një hadith tjetër ka thënë: me të vërtet njeriu mund të flasë një fjalë që nuk i kushton në rëndësi, fundoset për shkak të saj në zjarr më shumë se largësia midis lindjes dhe perëndimit. Dhe në një transmetim tjetër, me të vërtet njeriu mund të thotë një fjalë që e zemron Allahun. Nuk mendonte se do të arrinte këtë gradë dhe Allahu i shkruan për shkak të kësaj zemërimin e tij deri ditën kur ta takoi. Nga Ukbe ibn Amir radiallahu anhu transmetohet se ka thënë: thash, o i dërguari i Allahut, paqja edhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, si është shpëtimi? U përgjigj: ruaje gjuhën tënde, le të nxej, mjaftoi shtëpia jote dhe qaj për gjunahet e tua. Edhe në një hadith të Muadh ibn Xhebelit, kur pejgamberi paqja edhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, i tregoi Muadhit për çështjen kryesore për shtyllën e saj dhe pikën kulminante, dhe më pas i tha: atë tregoi për atë që përmbledh të gjitha këto, dhe tha: po si jo i dërguar i Allahut, paqja edhe bekimi i Allahut qofshin mbi të. Dhe kapi gjuhën e tij me dorë dhe tha: ndaloje, ruaje këtë. Dhe i thash: o i dërguar i Allahut, a do të merremi në llogari për ato që flasim? I dërguari i Allahut u përgjigj: të pas nëna o Muadh, kush tjetër i hedh njerëzit me fytyrat e tyre në zjarr, përveç se të korrat e gjuhëve të tyre. Transmeton Ahmedi dhe Tirimidhiu. Ka thënë Enesi radiallahu anhu: po na mbante hutbe pejgamberi paqja edhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, edhe pastaj përmendi kamatën, riba,
duke i kushtuar rëndësit veçante dhe tha: "Një dirhem që fiton njeriu me kamat është më i rënd tek Allahu se sa të bëj 36 herë imoralitet. Dhe kamata më e madhe është cënimi i nderit të muslimanit, dënimi i përgojuesit në dunja dhe ahiret." Ka thënë pejgamberi, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të: "O ju që keni besuar vetëm me gjuhë dhe akoma nuk është futur imani, besimi i plot në zemrat tuaja, mos përgojoni muslimanët dhe mos hulumtoni të metat e tyre, se ai që hulumton të metat e muslimanëve, Allahu do ta poshtrojë qoftë brenda në shtëpinë e tij." Transmeton Ebu Dauti dhe saktësoi Albani. Nga Xhabir ibn Abdullah transmetohet se ka thënë: "Ishim me dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, dhe nuhatëm një erë të keqe. I dërguari i Allahut tha: A e dini ç'është kjo erë? Kjo është era e atyre që përgojojnë besimtarët." Transmetohet nga Enesi radiallahu anhu se i dërguari i Allahut ka thënë: "Kur u ngjita natën e Miraxhit në qiell, kalova tek një popull që kishin thënë bakri dhe me to gërvishnin fytyrat edhe gjokset e tyre. Thash: Kush janë këto, o Xhibril? Tha: Këta janë ata të cilët hanë mishrat e njerëzve, përgojojnë dhe cënojnë nderet e tyre." Transmeton Ebu Dauti: "Gibeti është ndaluar në mënyrë unanime nga të gjithë dietarët e umetit. Për kufizimi i gibetit, ti përmendësh vëllait tënd diçka që e urren, po ta marr vesh, qoftë kjo mangësi në trupin e tij, në prejardhjen e tij, në moralin e tij, në veprimet e tij, në thënjet e tij deri aty, sa edhe në rrobat e tij, në shtëpinë e tij, në kafshët e tij. Për sa i përket trupit, për shembull kur ti i përmend dobësinë e shikimit të tij, shtrembërimin e shikimit të tij, rënien e flokëve, trupin e shkurtër ose të gjatë, ngjyrën e verdhë apo të zezë, dhe çdo gjë që përfytyrohet që e mërzit atë. Për sa i përket prejardhjes, për shembull që të thot babai i tij është indian, i prishur, i ulët, këpucar, pleraxhi apo diçka të ngjashme që ai e urren. Për sa i përket moralit, për shembull që ti thuash dikujt ai është pa moral, po prac, mend i madh, njëri që i bën punët sa për sy e faqe, në frikacak, për tac, njëri me zemër të dobët edhe çdo gjë që është e ngjashme me to. Për sa i përket gibetit, me veprime që lidhen me fen, për shembull ti thuash ai është hajdut, gënjeshtar, pianet, tradhtar, zullumqar, i shkujdesur ndaj namazit edhe zekatit, nuk plotson në rukut edhe seçte, nuk ruhet nga papastërtirat, ose nuk është respektues ndaj prindërve të tij, ose nuk e nxjerr zekatin aty ku duhet, ose nuk e ndan mirë zekatin, ose nuk e ruan agjërimin e tij nga fjalët e pista dhe gibeti, si edhe nga cënimi i ndereve të njerëzve. Për sa i përket punëve të dynjas, për shembull ti thuash i pamoralshëm, i nënçmon njerëzit, i duket sikur nuk ka detyrim ndaj të tjerëve, dhe i duket se të tjerët kanë detyrim ndaj tij, ka llafe të tepërta, xhumash, ulet aty ku nuk i takon e tjerë. Për sa i përket rrobave, për shembull, të thuash mëngët i ka të gjata, fundi i rrobës është i gjatë, i ka rrobat e pista e të ngjashme me këto shembuj. Pejgamberi paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, e ka përkufizuar gibetin duke thënë: A i dini ç'është gibeti? Than: Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Atëherë tha: Gibeti është i përmendësh vëllait tënd atë që e urren. Than: Po nëse e ka atë cilësi. Pejgamberi paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të tha: Nëse e ka atë cilësi, e ke përgojuar, dhe nëse nuk e ka, atëherë ke shpifur. Përgojimi nuk është vetëm me gjuhë. Vëlla dije se të përgojuarit me fjalë është bërë haram, sepse nëpërmjet saj i bën të kuptoj tjetrit të metat e vllait tënd, duke i nxjerr namin e keq, dhe ai e urren atë. Veprimet që përmbledh gibeti nuk janë vetëm me fjalë, por ato mund të jenë me shenja, bërja me sy, lëvizja e kokës, me shikime, me shkrim, me ndonjë lëvizje tjetër dhe çdo gjë prej së cilës kuptohet tregimi i një tëmete, hyn te gibeti dhe është haram. Nga Aisha radiallahu anha transmetohet se hyri tek shtëpia e saj një grua. Kur u largua bëri me shenjë se ajo është e shkurtër, tha pejgamberi paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, e përgojove atë. Prej përgojimit gjithashtu është imitimi, si për shembull ecja duke çaluar,
ose sikur ecën ai, dhe kjo është më e rëndë se gibeti, sepse përfytyrimi për personin e përgojuar është më i qartë. Dhe kur pa pejgamberi, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ai ishte duke imituar një grua, tha: "Nuk do të më pëlqente ta imitoja një njeri, edhe sikur të më jepnin kaq e aq." Gibeti bëhet edhe me shkrim, se me të vërtet lapsi është gjumë vete. Të gjitha këto janë përgojim, edhe nëse ato që thua janë të vërteta. Nëse dikush e përmend vllain e tij me rastet e sipër përmendura apo të tjera të ngjashme me to, atëherë ai është përgojues, mëkatar ndaj Allahut, duke ngrënë mishin e vllait të tij, dhe nëse ajo që thot është e vërtetë. Ndërsa nëse ajo që thot nuk është e vërteta, ai bashkon përgojimin me gënjeshtrën. Transmetohet nga Muadh ibn Xhebel se një burr u përmend tek profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, thanë: "Sa përtac është ai?" Tha profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të: "E përgojuat vëllain tuaj?" Thanë: "O i dërguari i Allahut, ne tham diçka që e ka." Tha: "Nëse thoni diçka që nuk e ka, atëherë keni shpifur ndaj tij." Ka thënë Hasan el Basri, përmendja e të tjerëve ndahet në 3 lloje: A. Buhtani, B. Ifku dhe C. Gibeti. A. Gibeti është të thuash atë që e ka. B. Buhtani është të thuash atë që nuk e ka. C. Ifku është të thuash atë që ke dëgjuar prej të tjerëve. Transmetohet se i dërguari i Allahut ka thënë: "Çdo musliman ndaj muslimanit ka haram gjakun e tij, pasurinë e tij dhe nderin e tij. Gibeti prek nderin, prandaj Allahu ka bashkuar nderin, pasurinë dhe gjakun." Llojet e gibetit. Gibeti është i larmishëm, ka forma edhe mënyra të ndryshme, dhe lloji më i keq i përgojimit është ai që përmbledh 2 të këqijat: përgojimin dhe syefajsin. Shembull për këtë është kur dikush përmend ndonjërin dhe thotë: "Falënderimi i takon Allahut që nuk na ka sprovuar me atë që ka sprovuar këtë person." Ose thotë: "Na ruajt Allahu nga paturpsia", ose lutim Zotin të na ruajë nga kjo cilësi e tjerë. E thotë këtë duke pasur për qëllim nxjerrjen e një tëmete të personit për të cilin po flet. Ai e përmend këtë tëmet me pretendimin se po kërkon prej Allahut që ta mbrojë nga kjo emet. Gjithashtu e ofendon dikë që dëshiron ta përgojojë nëpërmjet lavdërimit të tij, duke thënë: "Sa e mirë është gjendja e filanit, kur nuk ka lënë gjë mangut në ibadet, adhurim, por se ka një rënje, sepse është sprovuar me atë që jemi sprovuar edhe ne." Dhe gjithë kjo nga durimi i pakët, dhe përmend veten e tij duke patur si qëllim nënçmimin e dikujt tjetër. E lavdëron veten e tij duke e nënçmuar atë për modesti, që të nënkuptohet krahasimi i vetes së tij me njerëzit e devotshëm. Ky person nëpërmjet kësaj mënyre bie në përgojim, syefajësie dhe në lavdërimin e vetes, dhe me këtë rast i përmbledh të trija këto vepra të urryera. Dhe ai me ignorancën e tij mendon se është prej njerëzve të mirë, të cilët ruhen nga gibeti. Prej llojeve të gibetit është edhe përmendja e ndonjë tëmete të dikujt në tubime, por më e keqja është kur disa prej të pranishmëve nuk janë të vëmendshëm, dhe për t'u atërhequr vëmendjen thot: "Subhanallah, sa e habitshme është kjo." E bën këtë me qëllim për t'u tërhequr vëmendjen të pranishmëve, që ta dëgjojnë me kujdes atë që do të thot, ose thot: "Nuk më pëlqen mua ajo që ndodhi me shokun ton." Lutim Allahun t'ja lehtësojmë problemin atij, por ai është gënjeshtar në atë lutje që po bën për të. Po të ishte e sinqert, do ta bënte duan jo në prani të njerëzve, por në vetmi. Shkaqet që e shtyn njeriu të bjerë në gibet. Një prej shkaqeve është mospasja, frikë nga Allahu i madhëruar. Dhe kjo e bën atë që të bjerë në të ndaluara, sepse ai i cili e ndjen madhështinë e Allahut dhe e ndjen se ai po e shikon se çfarë flet dhe çfarë vepron, do të largohet nga ajo që e zemron atë. 2. Shkaku tjetër është hakmarrja. Kjo ndodh kur një person bën një vepër e cila e nxit urrëtitjen e këtij të parit. Prandaj dhe sa herë që ndizet zemrimi i tij, hakmerret duke e mbajtur atë në gojë pas shpine. 3. Shkak tjetër është për t'i bërë qefin shokëve dhe për t'u përputhur me ta, sepse kur njeriu shikon shokët e tij duke bërë gibet, nuk i kundërshton ata se ka frikë se mos e konsiderojnë të ashpër ose mos largohen prej tij. Prandaj ai i ndihmon dhe ecën në bazë të kënaqësisë së tyre, duke e konsideruar këtë gjë prej edukatës vllazërore. 4.
Shkak tjetër është sepse njeriu dëshiron të ngrejë veten e tij edhe të ulë të tjerët. Prandaj thot, filani është ignorant, nuk kupton e tjerë. Qëllimi i tij është që të tregojë me anë të kësaj vlerat e vetes së tij dhe se ai është më i ditur. 5. Shkak tjetër është hasedi, sepse lavdërimi i njerëzve kundrejt një personi, dashuria dhe nderimi që ata shprehin për të, e shtyn këtë që të bëj gibet me qëllim për t'ia larguar këtë mirësi. 6. Shkak tjetër është tallja. Kështu njeriu e përmend dikë për t'i bërë njerëzit të qeshin duke e imituar atë. Aq sa disa njerëz prej kësaj fitojnë para. Rastet ku lejohet gibeti. Lejohet gibeti për shkaqe të vërteta, të justifikuara nga sheriati, gjëra të cilat nuk arrihen pa gibet. E këto janë 6. 1. Në rast padrejtësie. I lejohet atij që i është bërë padrejtësi të shkojë të ankohet tek i pari i shtetit, ose tek gjykatësi, ose tek dikush tjetër që ka pushtet duke i treguar që filani më ka bërë padrejtësi. 2. Kur i kërkon ndihmë dikujt për të larguar një të keqe dhe për ta kthyer gabimtarin tek e vërteta. Kështu për shembull, i thua atij personi që shpreson se mund të ta largojë këtë të keqe, filani bën një vepër të caktuar që është e ndaluar, prandaj këshilloja ose ndaloja. Dhe qëllimi është që të arrish tek largimi i kësaj të keqeje. Ndërsa, nëse nuk është ky qëllimi, atëherë është ndaluar përmendja e tij. 3. Kur i kërkon fetva myftiu, i thua babai im ose vllai im ose filani më bëri padrejtësi në këtë gjë. A i takon atij kjo gjë apo jo? Dhe si mund ta arrijë hakun tim? Mirë po më e sigurta është që njeriu të mos e përmend emrin e personit. 4. Ti paralajmërosh muslimanët për një të keqeje, duke i këshilluar ata që të largohen prej saj. Kjo bëhet në disa forma. Prej këtyre formave është a. Të flasësh për transmetuesit e haditheve ose për dëshmitarët. Kjo gjë është e lejuar në formë unanime ndërmjet muslimanëve. Madje mund të jetë vajib, sepse me anë të saj tregohet ku është dobia. B. Kur ti i merr mendimin të tjerëve në lidhje me një person që dëshiron të krijosh me të lidhje familjare ose të krijosh lidhje pune. Në këtë rast, nëse kërkohet prej teje mendim, e ke për detyrë të mos fshesh asgjë në lidhje me personin për të cilin po pyetesh. Kjo gjë bëhet me njihetin e këshillës. 5. Kur një person e ka shfaqur haptazi gjunajin e tij ose bidatin e tij, si shembulli atij i cili e pi alkolin haptazi ose ka marrë përsipër gjëra të kota. Në këtë rast lejohet ta përmendësh atë person duke treguar atë gjuna që e bën haptazi, ndërsa gabimet e tjera nuk lejohet t'ia përmendësh, vetëm në rast se ka ndonjë shkak tjetër prej atyre që përmendëm. 6. Kur një person është i njohur me një emër si për shembull i verbri, ose çaluesi ose shurdhi, Memeci e tjerë, lejohet t'i përmendësh me këto emra për t'i bërë të njohur, ndërsa përdorimi i tyre me qëllim poshtërimin nuk lejohet. Dhe nëse është e mundur që t'i bësh të njohur me ndonjë emër tjetër, është më mirë. Si shlyhet mëkati i gibetit? Gibeti është ndaluar në formë unanime nga të gjithë dietarët dhe është prej gjunaheve të mëdha. Por dietarët kanë rënë në kontradikt se si shlyhet ky mëkat. Megjithëse ata të gjithë kanë rënë dakord që teubeja është hapi i parë që ai duhet të bëjë. Teubeja ka 3 kushte. 1. Të largohesh nga gjunahu. 2. Të pendohesh për atë gabim. 3. Të vendosesh të mos kthehesh më tek ai gjuna. Teubeja prej gibetit kërkon edhe një kusht të 4, sepse ai i cili bën gibet ka cënuar 2 të drejta. A. E para është e drejta e Allahut, sepse ka vepruar atë që e ka ndaluar ai, dhe shlyerja është me pendim. B. E dyta është e drejta e krijesës. Nëse fjalët që janë thënë kanë bërritur tek personi, atëherë duhet shkosh tek ai, të kërkosh falje dhe t'i tregosh se ti je penduar prej kësaj. Ndërsa nëse ato fjalë nuk kanë bërritur tek personi, atëherë në vend t'i kërkosh falje atij, t'i kërkon falje për të, sepse po t'i tregoje fjalët që ke thënë për të, kjo gjë mund të fusë urrëtie. Ilaçi i gibetit. Tregohet se Isa a.s. i tha një herë shokëve të tij, nëse do të shikoni një person i cili është në gjumë dhe era ka zbuluar një pjesë të auretit të tij, a do ta mbulonit atë? I thanë, po. Tha, jo. Ju do t'i zbulonit edhe pjesën tjetër të auretit. I thanë, subhanallah, si mund ta zbulojmë pjesën tjetër? U tha. A nuk përmendet tek ju ndonjë person dhe ju tregoni gjën më të keqe të tij?
Kështu ju e zbuloni rrobën nga pjesa tjetër e auretit të tij. Njeriu i cili bën gibet duhet të largohet nga gibeti, sepse ajo është një punë e keqe dhe e ndaluar. Po tregojmë disa pika të cilat duhet t'i ketë parasysh gjithmonë njeriu kur flet. Ai që bën gibet mund të marrë zemërimin e Allahut dhe dënimin e tij. 2. Sevapet e tij shkojnë tek ai që është përfolur, dhe nëse nuk ka sevape, merren gjunahet e të përfolurit dhe i hidhen këtij që përgojon. Kush i kujton këto dy gjëra, nuk mund ta lëshoj gjuhën e tij në gibet. 3. Duhet që ai i cili bën gibet të mendojë në gabimet e veta dhe të preokupohet me rregullimin e tyre, sikurse duhet që të ketë turp që të përmend të metat e të tjerëve kur ai vetë ka të meta. 4. Nëse kjo e metë të cilën e përmend ky që bën gibet nuk ndodhet tek ai, atëherë le të falenderojmë Allahun për këtë, edhe të mos e ndy veten e tij me një nga të metat më të mëdha, gibetin. 5. Le të përfityrojë në momentin kur bën gibet, se është njësoj si ai që po i ha mishin vëllait të tij musliman. 6. Duhet ta detyrosh atë që bën gibet të hesht edhe të mos e lësh atë të thotë çfarë dëshiron, sepse është detyrë ta mbrosh muslimanin nga gibeti. 7. Kujto ajetet edhe hadithet që janë transmetuar për gibetin dhe ndalimin e gjuhës prej tij. Thot profeti: a i dini kush është muflis, ai që nuk ka pasuri? I than, muflis është ai që nuk ka derhem dhe as pasuri. Tha, ndërsa muflis prej umetit tim është ai që vjen ditën e gjykimit me namaz, agjerime dhe zekat. Mirë po ka ofenduar këtë, ka akuzuar atë, ka ngrënë pasurinë e këtij tjetrit, ka derdhur edhe gjakun e tjetrit dhe ka rrahur një të tretë. Prandaj i jepet çdo njërit prej tyre nga sevapet e tij. Dhe kur të mbarojnë sevapet e tij, para se të mbarojë haku i tyre, merren gjunahet e tyre dhe i hidhen atij dhe më pas hidhet në zjarr. Transmeton Muslimi. Vlera e ruajtjes së muslimanit prej gibetit. Është e drejta e çdo muslimani që vllai i tij ta ruajë nga gibeti, kur dikush e mban atë në përgojë dhe ta ruajë nderin e tij që të mos cënohet. Kjo është një prej të drejtave që janë vajib, dhe nëse njeriu nuk e kryen këtë, e godet dënimi shpejt ose vonë. Mbrojtja e nderit të muslimanit nuk është prej veprave vullnetare, por është detyrë. Prandaj janë transmetuar hadithe të sakta, të qarta, që tregojnë vlerën e atij i cili e kryen këtë detyrë. Transmetohet nga Esma bintu Jezid se profeti paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: kush e mbron nderin e muslimanit prej gibetit, ja ka bërë Allahu detyrë vetes së tij që ta shpëtojë këtë person prej zjarrit. Transmeton Ahmedi. Gjithashtu ka thënë profeti, kush e mbron nderin e vllait të tij, e mbron Allahu fytyrën e tij nga zjarri ditën e gjykimit. Transmeton Tirmidhiu. Ai që e dëgjon gibetin nuk del nga gjunahu, vetëm nëse e kundërshton atë me gojën e tij ose me zemrën e tij kur ka frikë. Nëse ka mundësi që të ngrihet ose ta ndërpres biseden me një bisedë tjetër, e ka detyrë. Dhe nëse e thot me gojën e tij, hesht, ndërkohë që ai e dëshiron gibetin me zemrën e tij, kjo është hipokrizi. Dhe nuk e nxjerr nga gjunahu, vetëm nëse e urren me zemër. Gjithashtu nuk mjafton që ta bëj me shenjë, për shembull me dorë, domethënë pusho ose me sy, sepse kjo është poshtërim për personin e përmendur. Duhet që ta konsideroj të rënd këtë gjë dhe ta mbroj vllain e tij në formë të qartë. Ka thënë profeti paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të. Ai person që nuk e ndihmon vllain e tij musliman kur poshtrohet, megjithse ka mundësi ta ndihmoj, ka për ta poshtruar Allahu atë përpara krijesave ditën e gjykimit. Prandaj o vlla dhe ti o motër, mos e lër atë që bën gibet të ndy me xhliset edhe të haj mishin e vëllezërve musliman, por mbroje nderin e muslimanëve, sepse ndonjë ditë mund të jesh ti viktima dhe nuk ke për të gjetur njëri që të mbrojë nderin tënd përpara atyre që bëjnë gibet.